Gjatë vitit që lan pas, nga FSHU Oshe Group u lidhën rreth 600 aktmarrëveshje, ku përfshi kategoria familjare që zinte dhe numrin më të lartë dhe disa biznese me detyrime të prapambetura. Sipas të dhënave, këto skema janë hartuar për t'i ardhur në ndihmë qytetarëve për të përballuar më lehtë detyrimet financiare, duke shmangur penalitetet dhe duke përfituar nga kushtet e favorshme të OSHE-s. Procesi është aktiv në të gjitha njësitë administrative të qarkut Gjirokastër, si dhe në bashkitë Sarand e Delvin. Janë rreth me 600 aktmarrëveshje, diçka më shumë, cilat kryesisht shumicën më të madhe zën kategoria familjar, po edhe privat, po kategoria familjar është pjesa më dërmuese që kanë lidhur një aktmarrëveshje, pas ata janë dhe shtresa më në nevojë për të paguar detyrimet e prapambetura me KST. Aurel Meçi, drejtori i njësisë së furnizimit të shërbimit universal në Gjirokastër, shprehet se synimi është që të jemi më pranë banorëve në çdo lloj situate. Furnizuesi i shërbimit universal është furnizuesi kryesor i energjisë elektrike për çdo abonent, popullat, biznes, buxhetor jo buxhetor. Janë marrë gjitha masat nga drejtoria qendrore për furnizimin të sigurt me energji elektrike të gjithë popullatës. Numri më i lartë i debitorëve të energjisë është regjistruar në qytetin e Sarandës me rreth 3500 konsumatorë që përfituan nga kjo skem.